Përshëndetje. Sheja, mund themi që kjo ishte më e mira ndoshta ose mbyllja më e mirë e mundshme që mund të arrijë pas 36 javëve për Tiranën? Patjetër, në pozicioni ku ishim, kjo është mbyllja më e mirë e mundshme, sepse dihet që çfarë shkallë vështirësie e kisha dhe ku ndodheshim ne. Kështu që mendoj që kemi bërë një mbyllje të mirë edhe për shkak që shmangëm play-outin. Po, e për të ndalur ndoshta pak më shumë te sfida e cila ishte edhe vendimtare në Elbasan Arena. Nisim me tensione, fakt do të thënë që në fillim mes tifozëve ashtu vazhdoi si u menaxhua gjithë situata dhe le të themi ka gjithçka që është e sheshuar apo ndoshta do duhet parë edhe nëse do ketë sfida në vijim? Shiko, me thënë drejtën, kur ka ndodhur incidenti, ne ishim brenda në dhomën e zhveshjes dhe po bënim gati me dalë në fush. Atëherë u lajmëruam që duhet të shtyhet pak sepse ka ndodhur një incident. Të paktën me sy tanë s'kemi para asgjë, paktën aty live, pastaj në rrjetet sociale kemi para dhe mendoj që janë gjëra që duhet ta anashkalohen dhe besoj që është mbyll aty dhe shpresoj që mos ndodhin më. Mirë. Nuk e di se si e ke kohën, por pak më shumë do doja të të pyesja se ndoshta çfarë ka ndryshuar te Tirana, apo shohim një Tiranë ndryshe në fakt të sfidave të fillimit që i ka marrë një seri fitores, duhet thënë edhe me përfaqësime goxha dinjitoze. Çfarë mendoni se ka ndryshuar tek Tirana kohëve të fundit? Shiko, më thash pak më parë që pozicioni s'ka qenë i mirë, dhe aty ndryshoi pastaj komplet qasja e lojtarëve. Duke parë momentin e keq, duke parë që javët shkojnë dhe përgjegjësia rrihet akoma më shumë sepse në fund të kampionatit merret dhe verdikti. Kërkonim që të shmangim asaj zone, sepse edhe nga cilësia, po edhe nga klubi që përfaqësonim nuk i shkon për shtat. Dhe gradualisht pastaj sigurisht që kur fillon e fiton merret dhe besimi dhe kjo erdhi gradualisht pastaj edhe skuadra bëri performancë mirë, sidomos në fazën e fundit me 7 fitore, 2 barazime. Kur e morët Tiranën, e cilësonit një zgjedhje të lehtë dhe e prisnit që fundi i kampionatit do të ishte i tillë, sepse me thënë vërtetën me rezultatet ku ndodhej, secili prej ne cilësonte në një vërtet në një zonë të rrezikuar shumë për të rënë nga